Luani, në librin e tij in Portugal, në Portugali domethënë, shkrimtari iberik portugez Bell, i shenjës Luanit, e ka përcaktuar kështu termin nostalgji, saudade në gjuhën e tij. Një dëshirë të paqartë të vazhdueshme për diçka që nuk ekziston dhe që mbase nuk ka për të ekzistuar kurrë, për një moment të kaluar o të ardhshëm, por sidoqoftë të ndryshëm nga e tashmja. Nuk është, vazhdon ai, as një pakënaqësi e vërtet, as një trishtim vrasës, por një malinkoni dembele dhe e ëmbël. Luan, bura grua qofsh, unë mendoj që duhet patjetër ta ndaloni saudaden tuaj dhe duhet të hiqni nga koka me njëherë të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me saudaden, me nostalgjin pra. Por në qoftë se vërtet ju pëlqen, mund t'i ktheheni më vonë. Tani për tani, stop. Sepse ju duhet dëshira për gjëra të mundshme dhe për këtë duhet ta hiqni, duhet ta shlironi mendjen nga nostalgjia. Nuk duhet të rini me mendjen në të shkuarën.